Prokuroria italiane ka zbuluar detaje lidhur me figurën e Elvis Doçit, i njohur edhe me novkën Visi i Pojës, për të cilin ka një urdhër arresti si pjesë e një grupi të strukturuar në trafikun e drogës. Sipas dosjes së siguruar nga zëri, Doçi ka një dënim të gjatë për krimet e lidhura me drogën, edhe pse aktiviteti jetimor ka dokumentuar vetëm një episod të përfshirjes së tij, gjithmonë duke marrë përbazë bisedat e shkëmbyrura në Sky ECC. Duket se Doçi bashkëpunon me Adi Çobën, por më shumë informacione lidhur me figurën e Doçit janë mbledhur nga bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani. Po ashtu edhe përgjimet tregojnë lidhur me rëndësinë e Pojës, i cili përshkruhet si një nga trafikantët kryesor të drogës që veprojnë në Shqipëri, e po ashtu një eksponent kryesor i një grupi të organizuar kriminal të fuqishëm. Këtu hyn në lojë edhe Dumani, i cili e tregon Visin e Pojës si një eksponent të lartë në kontekstin kriminal, duke i bashkangjitur edhe xhaxhan e tij Xhevdet Troplini, i cili njihet ndryshe si Poja. Dumani thot se Poja ka një grup brutal, ndër më të fuqishmit që veprojnë në Shqipëri, i cili ka qenë dominues në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe armëve për disa vite, dhe që po ashtu janë në gjendje të veprojnë edhe jashtë vendit, fal lidhjeve të forta që kanë në Itali dhe Gjermani, por edhe kontakteve në Amerikën e Jugut. Doçi ka gjithashtu precedent të mëparshëm lidhur me substancat narkotike që në vitin 2008, ndërsa në Padova ishte dënuar në vitin 2003 me 3 vite burg për blerje dhe shitje të substancave narkotike. Më 17 maj të këtij viti u mësua se Doçi po kërkohej nga SPAK. Doçi administron një kompani ndërtimi me adresë në Rashbull të Durrësit, një bar kafe me emrin Portside në Durrës, të cilin e ka në bashkëpronësi me një tjetër person të identifikuar si Bukurie Doçi, një bar kafe në Fushkruj dhe bar vintazh me adresë në Sukth në bashkëpronësi me një person të quajtur Edmir Bakalli. Doçi ka qenë subjekt i OFL-s, ndërsa emri i tij është lakuar edhe pse jo zyrtarisht për disa ngjarje të rënda kriminale.